Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka marrë pjesë në takimin e grupit të partive popullore europiane në Strasburg. Gjatë fjalës së tij, Berisha tha se në Shqipëri po luftohet ndaj një diktature, ndërsa kërkoi ndihmë nga PPE-ja për ta mposhtur atë, duke shtuar se do t'u jetë mirënjohës. Sipas Berishës, Shqipëria është vendi ku nuk ekziston më prezumimi pafajësisë, teksa ju referua arrestimeve dhe përndjekjeve politike të opozitës, e ndërsa shtoi se kryeministri Edi Rama burgosi liderët e partive kryesore opozitare për të siguruar mandatin. Për të siguruar një mandat të katërt, Edi Rama, i cili erdhi në këtë institucion dhe mbajti një fjalim që kujtonte shumë atë të Hoxhës apo të Gaddafit, vendosi që për mandatin e katërt të arrestoi 3 liderët të partive kryesore të opozitës. Kryeministri shqiptar vetë priti në zyrën e tij një koordinator të gjithë këtyre organizatave kriminale dhe emri i tij është shumë i njohur. Vetë ai, zoti Rama, i takoi ata në Aruba në Dubai. Emri i zotit Rama citohet në media si i lidhur me ta. Rama u ofron atyre, ata kontrollojnë të gjithë lejet e ndërtimit në vend. Kush vjen në Tiranë mund të shohë shumë kulla teksa ngrihen, por gazetarët investigativ kanë zbuluar se vetëm 20% e parave vijnë nga sistemi bankar. Të tjerat vijnë nga nën-toka. Vrasësit, trafikantët, vrasësit serial bëjnë ligjin në zgjedhje. Duke folur në Strasburg, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se kjo është vetmja mënyrë dhe rrugë që Shqipëria të shpëtojë nga krimi. Sipas Berishës, transkriptet e grupeve kriminale tregojnë lidhjet e tmerrshme mes krimit dhe politikës, e ndërsa u zotua për zero tolerancë ndaj krimit.